kujtuat ju se e tham apo e morën vesh të gjithë listën e personazheve të përfolur edhe me shumë mundësi për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosova, por jo, ka ende informacione që vijnë nga vorbulla e thashëthemeve nga Prishtina, kështu që do t'i ndajmë me ju. Por ajo që na bën përshtypje është se ndër emrat, për shembull, po them një këngëtar që është shumë i njohur, Mentor Haziri, fituesi Top Fest me Alban Skënderaj, është shqiptar i parë këngëtar që shkoi në MTV, e mjaft titull për vokalin e tij, shumë të veçantë, por është dhe një emër tjetër që thuhet se madje mediat raportojnë se ka qenë e arrestuar me akuzën për veprën penale shtyrje për kryen e veprave terroriste. Kush mund t'jetë? Ndjekim siglën modeste të emisionit ton Modest. Sigla ndryshon ditë pas dite, por nuk ndryshon takimi këtu në YouTube. Faleminderit të gjithëve që po vinite. Olti Curi TV duke bërë regjistrimin tuaj, subscribe, poshtë, ku i bje po këtu poshtë. Okej. Shumë faleminderit. Big Brother VIP Kosova duket se po përfliten në emrat e parë të personazheve që do jenë pjesë e këtij spektakli të një shtëpie të përgjuar 24 orë në 24 që ka bërë një zhurmë të jashtëzakonshme, do të vazhdoj të bëj besoj, dhe për këtë zhurma fillon që në hapat e parë. Kemi dëgjuar emra nga më të ndryshmit, u diskutua për Zafina Ismailin, për Arbenitën e Ferës e emrat të tjerë si këto, komentat e dy poshtë ishtin nga më të ndryshmet. Dikush më shkruajti që i kam shkruajtur personalisht Zefina Ismaili dhe e thotë jo, s'do t'jem pjesë e Big Brother VIP Kosova. Megjithatë, na ka ndodhur të gjithë që edhe me miq të konfirmuar, e miq të vjetër, nuk kanë dashur të tregojnë dhe vetëm kur i kemi parë në premierën e spektaklit që kanë hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ose Kosova. Lista vazhdon dhe kjo është pjesa e dytë e listës. Po më bëri përshtypje se ka emra të njohur, por nga ana tjetër ka edhe emra që nuk i kishim dëgjuar ndonjëherë. Mirë pra, do ta nis me një emër, është një grua e cila është e mbuluar e besimit mysliman dhe her pas here merr pjesë në debate për sa i përket temës së fesë, teologjisë në përgjithësi. Iqbal Haduti është pikërisht një nga emrat që flitet se mund të jetë pjesë e Big Brotherit. Nuk e di se çfarë mund të përfaqësoj prania e saj në një spektakël si Big Brotheri, nuk e di nëse ajo ashtu si flet nëpër media gjithmonë për fen, për besimin e saj, mund të fliste 24 orë në 24 brenda shtëpisë, apo sa herë të hapej tema, pra një personazh i tillë që njihet për një gjë specifike